Të nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përjavshëm Gratë në Kur'an. Do të flasim edhe në takim të radhës për atë që është ndoshta mrekullia më e madhe kuranore në historinë e grave në Kur'an. Është pikërisht historia e Meriemës, e cila vjen si një mrekulli, si një paralajmërim më pas i një mrekullie më të madhe, që është lindja e Isait a.s. Po ndërkohë në çdo hap të saj, në çdo rrugtim të saj, ne gjejmë mrekullinë e Zotit, por se të bindjen e saj dhe të familjes së saj. Pra ajo rrethohet nga njerëz të devotshëm, devotshmëri e cila do të sjellë më pas, nëse mund të themi në thonjza, do të prodhojë pastaj edhe mrekulli. Mrekulli të cilat në një dimension nuk mund t'i prekim, nuk mund t'i arrijmë, por në shumë dimensione të tjera mund t'i arrijmë, janë të mundshme. Nuk janë thjesht histori për të na habitur, por janë histori për të na treguar rrugën, janë histori për të na ndriçuar. Do të kemi kënaqësinë që edhe sot të dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës nderuar Fejt Piku. Profesor mirë se vini. Mirë se u gjetëm, faleminderit Ilir. Profesor, në leximet kuranore që kemi bërë së bashku, jemi në surën Ali Imran, kemi një ajet këtu ku tregon vazhdimin e historisë së Meriemës dhe pikërisht në ajetin 37, Zoti thotë: "Ai e vuri atë nën kujdesin e Zekerias." Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e faljes së saj, pra të Meriemës, gjente atje ushqim. Prandaj pyeti: "O Merieme, nga të vjen ky ushqim?" Ajo i tha: "Nga Allahu. Vërtet Allahu jep pa mas atij që do." Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot. Historitë kuranore zë një vend shumë të rëndësishëm në librin e Zotit. Disa dietarë thonë që sasia apo hapësira që zen historitë kuranore llogaritet me 1/3 në Kuranit. Dhe kjo na çon të mendojmë pse kaq shumë histori në Kuranin famlar, ndërkohë që Kurani nuk është thjesht libër historie. Histori profetësh, histori njerëzish të mirë, histori njerëzish të këqinj, histori popujsh që janë shkatruar, që kanë tepruar në arrogancë dhe në padrejtësi, sepse siç thuhet, historia njerëzore thjesht përsëritet. Dhe Kurani famlar, fjala e Zotit, është ajo që i tregon të gjithë njerëzve pa përjashtim, në të gjitha hapësirat, qofshin kohore apo gjeografike, që ju nuk jeni njerëz ndryshe nga ata që ishin përpara jush. Dhe nuk është se ju do t'ju ndodhë diçka që është e paimagjinueshme. Ju jeni të gjithë brenda një cikli, por e rëndësishme është të kuptoni mesazhet për historisë. Jo thjesht i lexoni këtë histori si po themi far argëtimi apo thjesht për të mësuar informacione, por për të nxjerrë mesazhet. Prandaj jeni njerëz për të kuptuar nga të parët tuaj, edhe të mirat, po edhe të këqijat, që të mirat t'i forconi, e t'i shtoni, edhe të këqijat mos i përsërisni. Historitë kuranore për cilat ne po flasim me në qendër gratë, për të treguar që gratë ka një rol shumë të madh në historinë njerëzore, që nga fillimi i jetës deri në përfundimin e kësaj jete. Dhe gratë, siç ka patur prej tyre modele të mira, ka patur edhe modele të këqija. Ashtu njësoj si dhe burrat, nuk është dallimi tek sasia e atyre që kanë qenë të mira apo të këqinj, por në këto histori që ne po ndalemi, po mundohemi të tregojmë që ka personalitete, ka personazhe grash që janë shumë të rëndësishme, jo thjesht për gratë, por janë për gjithë njerëzimin, sepse në historitë e tyre gjejmë mesazhe të cilat i vlen edhe burrave, i vlen edhe grave. Por parsisht ne duam të ndalemi në këto histori për t'i treguar grave, motrave, bashortëve, vajzave tona që jeni shumë të rëndësishme për historinë njerëzore. Jeni shumë të rëndësishme për të ardhmen, jeni shumë të rëndësishme në edukimin e brezave që vinë, madje jeni edhe më të rëndësishme se sa burrat, sepse roli që ju keni luajtur në histori në momente të caktuar ka qenë deciziv dhe më i madh se sa roli i burrave. Kësaj kategorie është kjo histori. Është historia e Ali Imranit apo historia e familjes Imran. Ne nga temat e kaluara pam që edhe pse quhet familja e Imranit, ajo që është në qendër të gjithë historisë është bashortja e Imranit, është nëna e Meriemës. Pak përmendet bashorti i saj. Përmendet ajo e cila me përkushtimin, me sinqeritetin dhe amat lidhjen e veçantë që kishte me Zotin u bë sebeb që të vijë në këtë botë ajo që quhet zonja e grave të dynjas, Meriemja.
e cila më pas ajo bëhet sebeb që të vi në këtë botë njëri shumë i madh, një profet shumë i madh i Zotit, Isai alayhis salam. E shikon pra se çfarë roli luan një grua, një rol të jashtëzakonshëm, të cilin Zoti e bën të pavdekshëm atë rol. Në të gjithë historinë njerëzore e bën të pavdekshëm Kur'anin famlar, prandaj për ne muslimanët, familja Imranit është familje e veçantë. Nëna e Meriemës është një grua e rrallë, për të cilës merr mësim edhe burrat edhe gratë. Meriemja është zonja e grave të dynjas dhe djali i saj është nga profetët më të mirë të Allahu xhaleshanuhu, një familje të cilën e shoqërojnë mrekullitë njëra pas tjetrës, e shoqërojnë bekimet njëra pas tjetrës. Përsa ju përmendet që në Kur'an ka shumë histori, pra 1/3 e Kur'anit është histori. Dhe aty ka personazhe profetës, ka personazhe të cilët nuk janë profet, po janë adhurues të mëdhenj, njerëz të rëndësishëm, ka dhe personazhe jo pozitiv, ka personazhe si faraoni. Pra në informën janë gjithë prototipet e njerëzimit, vetëm ne duhet të gjejmë veten se ku jemi. Pikërisht. Cilin duhet të pasojmë dhe për cilin duhet të largohemi dhe drejt kujt duhet të aspirojmë. Sepse nëse nuk bëhemi dot si Meriemja, në mrekullinë e saj, mund të bëhemi si nëna e saj. Nëse nuk bëhemi dot si Isa alayhis salam, mund të bëhemi si Zekeria. Pra duhet të kemi brenda vetes një shqetësim se cili është personazhi që unë ndoshta duhet i ngjaj. Patjetër. Prandaj Kurani quhet ndryshe, është libri i jetës, është libri që i flet të gjithë popujve, të gjitha brezave, të gjithë kategorive, sepse siç e përmende, aty janë të gjitha modelet dhe thjesht i mbetet njeriu kudo që të pozicionohet. Kujt don që t'i ngjaj. Por të gjitha modelet janë. Rasti e konkret dhe ajeti kuranor që sapo lexova tregon pikërisht këtë, që Meriemja e cila vjen në botë si produkt i një sinqeriteti të madh, një përkushtimi shumë të madh drejt Zotit, përkushtimi i nënës së saj që donte të sillte në jetë një person që t'i shërbej faltorës e t'ishte përkushtuar vetëm ndaj Zotit, dhe Zoti e pranoi edhe në jetën e saj, e pranoi edhe duan, lutjen e saj, edhe lindi Meriemja ndryshe nga ajo që priste nëna e saj. Prandaj themi që njeriu ka ndonjë në jetën e tij, po nuk ka ndorë ato që do të ndodh pas këtij niyeti. Nëse niyetet janë të pastra dhe sinqerta, Zoti do t'i jap njeriu më mirë se çka menduar njeriu. Se pjesa tjetër është pjesë e kaderit, është pjesë e caktimit hyjnor. Ti ke ndorë niyetin, pra dëshirën, synimin që të jenë fisnike, që të jenë të larta, që të jenë dëshira të mira, lutje të pastra dhe të sinqerta, po ti je i sigurt se Zoti ka për të dhënë më mirë se ç'ke menduar. Prandaj mos i kufizojmë niyetet tona dhe lutjet tona me ato që kemi ne në mendje. Se nganjëherë i bëjmë niyetet dhe lutjet dhe duam pikërisht të ndodhë ajo që ne duam. Por nëse këto niyete thash janë të sinqerta dhe këto dua janë fisnike dhe janë të larta, Zoti ka për të na dhënë edhe më mirë se ç'kemi menduar, siç i dha nënës së Meriemës, një fëmijë që ajo nuk e priste të vinte femër, e priste që të vinte mashkull, por faktikisht kjo femër, kjo grua që erdhi në jetë ishte më e rëndësishme se ndoshta me qindra apo me mijëra fëmijë meshkuj që mund të lindnin. Kjo Merieme bëhet model edhe për profetin e Zotit Zekeria, i cili e mori dhe u kujdes për të, pasi historia tregon që po themi edhe babai i Meriemës, po edhe nëna dalin nga skena dhe tashmë është në qendër është Meriemja. Dhe sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, ku ai qëndronte, adhuronte Zotin, shihte aty furnizim apo fruta që nuk ishin të stinës. Dhe furnizimi faktikisht nuk duhet kuptuar thjesht në aspektin material. Ai kishte parë dhe shenja tjera të ky fëmijë, të kjo vajzë. Jo thjesht frutat që nuk ishin të stinës, po shikonte sjelljen e saj, përkushtimin e saj, nurin që i kishte dhënë Zoti në fytyrë. Pra ka disa aspekte, disa elementë që nuk ishin ndoshta të përditshmërisë, nuk ishin normale. Kuptohet që këtu kishte një mrekulli, kishte një përkujdesje hyjnore. Po. Pra ai shkonte që ta ndihmonte me ushqimin, ndërkohë që ai për të shifte që Zoti ishte përkujdesur para Zekerias. Edhe kjo është, ai shkonte e mbante atë përgjegjësinë dhe barën për të përkujdesur për to, por faktikisht ai kuptoi që është tjetër kush që përkujdeset për Meriemën, përkujdeset edhe për ty të ka dhënë Zoti shansin dhe nderin që ti qëndrosh afër kësaj vajze që do të ketë një rol të madh në histori. Edhe ajeti kuranor thotë sa herë që hynte Zekeria tek Meriemja, por nuk se kishte bërë vaki një herë dhe dy herë. Sa herë që hynte, shikonte atë
rizqa, dhe më thonë furnizim pafund, të çuditshëm, të lloj-llojshëm. Natyrshëm pyeti, kush është ai që ta sjell? Sepse po themi ai ishte kujdestari i Meriemës, njeri nuk hynte dhe nuk dilte. Në një kohë që Zekeria ishte profeti i Zotit, a e dinte që Zoti furnizon pa llogari dhe furnizon aty ku s'ia merr mendja njeriu, por i bëri shumë përshtypje. Atëherë Meriemi ai përgjigjet me një thjeshtësi që është thjeshtësi e një besimtarje, e një njeriu që e njeh fuqinë e Zotit. Edhe i thot kul huwa min indillah. Ajo është, tha, huwa min indillah. Tha, është prej Zotit, e ka sjellë Zoti këtë furnizim, i cili është i çuditshëm për stinën, është i çuditshëm për llojin, i çuditshëm se nga vjen. Ataj nuk është pyeti shumë, nga vjen, si hapet dera, hyn nga dritarja, vjen nga qielli, del nga poshtë. Tha, është prej Zotit, dhe i tha një fjalë edhe më të madhe se sa kjo, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Zoti furnizon këtë doj pa llogari. Pra e përdori Zoti në këtë rast Meriemen për t'i dhënë një leksion tauhidi apo besimi apo do të thënë lidhje me Zotin edhe vetë Zekerias për t'i treguar që nuk është shumë çudi se nga vjen kjo. Unë jam i sigurt që kjo vjen prej Zotit sepse ai furnizon këtë doj pa llogari. Edhe këtu siç tregon ajetet kuranore, Zekeria ato që kishte ditur teorikisht e mësoi praktikisht, që ai t'i lutet Zotit për fëmijë, se deri në atë moment ai nuk kishte fëmijë. Ai gjithmonë e dinte që Zoti është furnizues. E dinte që nuk ka gjë që e pengon dhe e ndalon Allahun xhalleshanu t'i jap fëmijë dhe një plaku të moshuar, siç ishte vetë Zekeria. Por kur pa një situatë të tillë dhe kur dëgjoi këtë fjalë prej Meriemës, e cila nuk ishte në nivelin e profetëve, por ama ishte një mrekulli prej Zotit. Fjala e saj ishte mrekulli. Ajo që ishte rreth Meriemës ishte mrekulli, atëherë ai i lut Allahu xhalleshanuhu që t'i jap Zoti fëmijë. Prandaj thash që këto gra, këto nëna, këto bashorte, këto motra, pra mjafton që të jetë një grua besimtare, ajo mund të jetë model për dietar, mund të jetë model për hoxhallar, edhe nuk është të thonë që dituria dhe mësimet do të vinë vetëm patjetër nga njerëzit e ditur, sepse edhe Meriemja ishte një mësuese apo një model apo ishte një sebeb për t'i treguar diçka dhe vetë profetit Zotit Zekerias në atë moment. Unë këtu e kam gjithë ato që gratë besimtarë kur mos e ndjen veten që janë të kategorisë së dytë, përkundrazi, ata janë kategori superiore. Nëse janë besimtare, nëse janë të lidhura me Zotin, Zoti do t'i përdor këto gra që të sjellin në jetë njerëz të cilat do të bëjnë ndryshime në histori dhe do t'i përdor këto gra në momente shumë decisive që edhe shumë burra do të marrin mësim prej tyre. Në fakt, mbyllja e ajetit, pra porosia që Allahu jep pa mas atij që do të ishte kur për gjithë ato plagë të shoqërisë dhe jo thjesht si një shenjë besimi, sepse nëse ne do ta kemi këtë bindje, atëherë nuk ka kuptim më idhujtaria, që t'i lutemi idhujve, nuk ka kuptim më korrupsioni. Nëse besojmë se vërtet Zoti na furnizon, nuk do kishte më kuptim vjedhja, nuk do kishte më kuptim padrejtësia. Pra duken si fraza të shkurtra kuranore që janë thjesht ndjenja besimi, po ndërkohë do të ndryshonin historinë jo vetëm individëve, po gjithë shoqërive. Po. Edhe është shumë interesante liri se në historinë e Meriemës dhe Isait alayhis salam do të gjejmë shumë momente që ata tregojnë të dy, nënë dhe djalë tregojnë gjithmonë robërinë ndaj Zotit. Tregon gjithmonë madhështinë e Zotit. Edhe në këtë rast ai thotë, kjo është prej Zotit, Zoti furnizon këtë dojë pa llogari, sepse si për çudi ata e dinin se ndoshta në historinë njerëzore njerëzit do të ndalen deri tek figura e Meriemës, deri tek figura e Isait dhe nuk do të shkojnë më përtej, do të bëhet sprov. Këto mrekulli do të bëhen sprov për njerëzimin. Po në të gjitha pozicionet, si thua, ata kanë hequr këtë barrën dhe akuzat që do t'u vendosen atyre. Ata kanë nxjerrë që është diçka shumë më e madhe se sa ne. Ne kemi lindur si mrekulli se Zoti dëshi të na bëjë mrekulli. Ky furnizim është prej Zotit. Ai është ai që jep pa llogari. Gjithmonë Isai alayhis salam, gjithmonë që fjalën e parë që do të flasim, ai thotë inni abdullah, unë jam robi Allahut. Sepse njerëzit këtu e kanë problemin, shikojnë lulën, mrekullohen nga bukuria e saj, por pak pyesin kush është krijuesi i kësaj lule. Gjithë shikojnë perëndimin apo lindjen e diellit, mrekullohen për kësaj. Shumë pak njerëz thonë kush është krijuesi i kësaj lindje, këtij perëndimi. Kemi një mrekulli e cila flet dhe dëshmon vazhdimisht se Zoti është ai që furnizon, Zoti është ai që e përmirëson,
Zoti është ai që shëron në një farë mënyrë, pra Zoti është absolut në çdo dimension. Këto njerëz të mëdhenj janë të tillë të mëdhenj jo sepse ja kanë dedikuar vetes së tyre. Pra pse profetët e Zotit, siç janë profetë që kanë çelësi të jashtëzakonshme, janë njerëzit më të thjeshtë dhe kulmi që mund të arrijnë, thonë, është grada Abdullah, robi i Zotit. Në të gjitha situatat, të gjithë profetët këtë kanë kërkuar për veten e tyre. Të jemi rob të Zotit, të jemi njerëz të Zotit, sepse ata e dinin që ai që është më e madh se çdo gjë është Zoti. Por për fat keq, siç e përmenda, që pjesa më e madhe e njerëzve mbeten tek mrekullia dhe nuk shkojnë përtej mrekullisë. Mbeten tek bukuria dhe nuk shkojnë përtej kush e ka krijuar këtë bukuri, kush e ka forcën për ta bërë diçka të tillë. Por edhe Meriemja alayhis salam dhe Isai alayhis salam, djali i saj, në të gjitha situatat, po të shikosh, ata të çojnë tek Zoti. Edhe nëse njeriu i përdor shenjat për shkuar tek Zoti, atëherë ai e kupton madhështinë e Zotit. Nëse nuk i kupton shenjat dhe mbetet tek shenja, ai harron Zotin dhe fillon dhe adhuron dhe hynizon shenjat. Dhe ndoshta vlen të ndalemi pak te ky mësim i parë që marrim nga Meriemja, e cila në një moshë duket moshë të re, pra mund të themi që është fëmijë, i jep këtë mësim umetit dhe gjithë atyre që do të lexojnë fjalët e saj. Pra që thotë se Zoti është ai që furnizon pa mas. Kemi jo pak raste të nënave ku prej merakut nuk arrin do ta përjetojnë këtë. Dhe prej merakut se mos fëmijën e marrin mësysh, mundojnë t'i japin një nusk me vete. Prej merakut se ndoshta nuk do t'i hapin, nuk do gjej punë, e nxisin që ndoshta dhe të përfshihet në gjëra që ndoshta nuk janë të lejuara. Pra, nëse do arrinim mësimin e parë të Meriemës, ta jetësonim, besoj që do përfitonim shumë. Patjetër. Meriemja është produkti i asaj nëne e cila i tha Zotit, unë e kam quajtur atë Merieme dhe e kam e ruaj ato, ose i kërkoj mbrojtje ty, ta ruash atë dhe pasardhësit e saj nga shejtani i mallkuar. Është një nënë e cila e din që mbrojtësi i fëmijës së saj nuk është ajo, po është krijuesi atij fëmijë, është vetë Zoti i gjithësisë. Dhe prindi ka për detyrë që t'i mbështetet Zotit, që Zoti ta ruaj këtë fëmijë, dhe e dyta është ti lexoj ato fjalë apo ato dua apo ato porosi që na ka mësuar profeti Muhammed alayhis salam, ti lexoj çdo prind fëmijëve të vet apo niprave dhe mbesave. Në momentin që prindi mendon që ai është pronari i fëmijës, edhe në momentin që frika për jetën e këtij fëmije, për jetesën e këtij fëmije, për rrezikun e këtij fëmije, e te kalon kufirin normal që ka një prind, aty sprovohen prindrit. Sepse duket sikur në vetdia ata janë pronarët e fëmijëve, nuk janë pronarët e fëmijëve. Ata thjesht janë kujdestarët e fëmijëve. Ai që është pronari, ai që është krijuesi, ai që zbret dobin, është ai që me urdhën e tij vjen dhe dëmi, është Zoti i gjithësisë. Prandaj Meriemja, siç e përmendë, jep një mësim vet profetit Zakaria që Zoti furnizon këtë dojë pa llogari, Zoti mbron këtë dojë, Zoti ruan këtë dojë. Mësimi që duhet mësojmë ne si prindër në këtë rast është pikërisht që të bëjmë detyrën tonë prindërore, edhe mos hyjmë në kompetenca që nuk janë tonat, edhe sikur të kishim dëshirën e madhe. Ato janë kompetenca hyjnore, por ne kemi për detyrë që t'i lutemi Zotit t'i ruaj fëmijët tanë, edhe të bëjmë ato që themi imunizimin me pikërisht me fjalët e Zotit, me fjalët e profetit dhe jo me gjërat të ndaluara. Se gjërat e ndaluara nuk kanë për ta ruajtur dikë nga kaderi i Zotit, por thjesht ne do të marrim gjuna dhe thjesht do të çorientohemi ne, do të çorientojmë dhe edhe fëmijët tanë. Përsa një shkputje shumë e shkurtër dhe vijojmë sërish me ajetet e tjera të kësaj historie, ndërmjet që jemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim pikërisht mbi historinë dhe mrekullinë e Meriemës dhe jemi duke lexuar disa nga ajetet e surës Ali Imran, pra familja e Imranit, ku Meriemja vjen si një mrekulli dhe si një mësim paralelisht. Vjen si një përzgjedhje gjithashtu. Natyra e Kuranit është që shpesh historitë vinë me mesazhet e veta, pastaj ato largohen dhe përsëriten në mënyrë ciklike. Dhe ne po kalojmë tek ajeti 42 për të vijuar logjikën e historisë së Meriemës, ku Zoti thotë: "Kujto kur melekët thanë: O Merieme,
Allahu të ka zgjedhur dhe të ka pastruar ty. Ai të ka zgjedhur ty mbi të gjitha gratë e botës. Përse vjen kjo kujtesë dhe pse duhet t'i thuaj Meriemës që të ka zgjedhur, duke si një lloj paralajmërimi për atë se çfarë do të ndodhë. Po, është vërtet që Meriemja faktikisht vetë forma se si lind ajo, me çfarë po themi qëllimi, çfarë qëllimi kishte nëna e saj dhe çfarë priste nëna e saj dhe se si Zoti e sjell Meriemën në botë, ajo është mrekulli dhe është përzgjedhje. Vetë lindja e saj është një përzgjedhje. Mirë po, Zoti kur do ta lartësojë dikë dhe ja inspiron. Nëse është profet, njoftohet për këtë gjë, nëse është njeri i cili ka një rol të madh në histori, inspirohet, siç ishte rasti i nënës së Musait. Ajo inspirohet për që të jetë e qetë dhe të di përgjegjësinë që ka në histori, të mos tërhiqet nga përgjegjësia. Në këtë rast engjëjt ja thonë dhe verbalisht Meriemës se ajo është e dalluar tek Zoti. O Meriem, ty Zoti të ka dalluar, kjo është dallimi i parë. Të ka pastruar dhe të ka delirësuar, dhe më thënë ti, jo thjesht je dalluar në formën se si ka ardhur në jetë, dhe me çfarë njeti, po themi, ka ardhur në këtë botë. Por e dyta ti e pastër, ti e simboli i pastërtisë, ti e simboli i delirësisë. Prandaj gjithmonë kur duam të tregojmë simbolin e delirësisë dhe pastërtisë, sidomos për gratë, shembulli që gjithmonë na shkon në mendje shembulli i Meriemës, dhe kjo është bazuar mbi ajetet kuranore. Pastaj Zoti tregon dhe një dallim të tretë që i bëhet Meriemës, të ka lartësuar mbi të gjitha gratë e botës. Aty kemi dy përzgjedhje, dallimi i parë, pastaj dallimi mbi gjitha gratë e botës, pastaj kemi edhe në mes kemi një delirësi dhe një pastërti. Njëra pas tjetrës të gjitha këto lartësime, këto pastrime janë vetëm për rastin e Meriemës. Prandaj Meriemja është zonja e grave të dynjas, është më e mira e grave të dynjas, siç ka treguar dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se nga gratë që Zoti i ka lartësuar dhe i ka bërë model për të gjitha gratë tjera, në krye është Meriemja. Këtu pra nuk kemi thjesht dhe i thuhet kjo. I thuhet që ajo të di rolin që ka në histori, të mbaj përgjegjësinë e këtij lartësimi, sepse çdo lartësim ka dhe një përgjegjësi. Ne kështu e kuptojmë fen. Besimi është lartësim që i bë Zoti njeriut, por nga ana tjetër besimi është përgjegjësi, është përgjegjësi. Nuk është se njeriu rreth krahërorin e tij thotë se sa besimtar jam, sa musliman jam, sa namaz fal unë, sa lëmosh bëj unë. Po nga ana tjetër i duhet një vetë perceptim se kush jam. Patjetër ka nevojë për perceptim. Çfarë rrugësh më ka hapur Zoti, po çfarë ka deri më ka sjell Zoti, i duhet ky vetë perceptim, ndoshta jo për të mburur ndaj tjerëve, por për të ditur që vërtet ka një zgjedhje hyjnore që duhet të vlerësohet. Kjo është e rëndësishme, kjo quhet vetdia për identitetin, se kush je. Kjo është shumë e rëndësishme. Se kjo është ajo që i jep njeriu të arrit përgjegjësinë dhe kjo është ajo që e ruan njeriu në momente delikate dhe dobësie. I thonë që sepse Zoti ty të ka dalluar, Zoti të ka nderuar nga prej krijesave të tjera. Po është vetdia mbi ato që quhet përkatësinë dhe identitetin. Ajo pastaj që është e rëndësishme është që njeriu në asnjë moment nuk ja dedikon vetes së tij diçka të tillë. Po e di se kjo është nderim, kjo është lartësim prej Zotit dhe ky nderim dhe ky lartësim kërkon angazhim, ka përgjegjësi. Prandaj ajeti që pason, çfarë është? Ti thot bëhu për atyre që janë të përkushtuar ndaj Zotit. Pra shtoj adhurimin, shtoj përkushtimin. Mos shtoj vetë lavdërimin dhe ky vetë perceptim duhet të sjell, pastaj duhet të shkaktoj një dëshirë për përkushtim dhe për madhërim dhe konkretisht ajeti vijues thot o Merieme, adhuroje Zotin tënd me përkushtim. Pra çdo adhurim po dhe me përkushtim. Bëj sejdë ruku dhe falu me Zotin tënd bashkë me të tjerët që falen. Adhurimi është në përgjithësi, siç e përmend dhe Zoti fut elementin e përkushtimit, pasi nuk është thjesht ai adhurimi ritual formal që adhurimi bëhet ritualisht, por esenca dhe zemra e tij është përkushtimi, është përjetimi shpirtëror, është ai përkushtim që njeriu e di që këtë e bën vetëm për Zotin, është Zoti ai që shikon, është Zoti ai që shpërblen. Njerëzit mund ta lavdërojnë, njerëzit mund ta shajnë, njerëzit mund ta fryjnë dikë, mund ta injorojnë dikë, kjo nuk është e rëndësishme. Prandaj adhurimet Zoti i pranon vetëm me kushtin që ato të jenë të përkushtuara, të sinqerta dhe dedikuara për Zotin. Prandaj thot adhurim me përkushtim, edhe brenda këtij adhurimi
urdhri që i jepet Meriemës dhe çdo besimtari është që urdhri për ruku dhe për sejdë. Faktikisht rukuja dhe sejdja janë pjesë e adhurimit. Gjithë e dimë që rukuja dhe sejdja është pjesë e namazit dhe namazi është pjesë e adhurimit. Po pse cilësohet rukuja dhe sejdja si urdha të veçantë, sidomos në rastin e Meriemës? Se rukuja dhe sejdja janë dy simbolika shumë të fuqishme që çojnë në përkushtim. Sepse janë dy rituale të veçanta që bëhen vetëm për krijuesin, dhe njeriu nëse kupton rukun e tij, atë përuljen përpara Zotit, jo vetëm fizikisht, po edhe shpirti i tij përul përpara Zotit, po edhe gjithë qenja e tij është e përulur dhe përkulur përpara krijuesit. E aq më tepër pastaj në sejdë, siç i di, sejdja është momenti më i afërt mes krijesës dhe krijuesit. Ai sejdja është që o Zot, para te jam një asgjë. Edhe unë të madhroj me gjithë ekzistencën time, me gjithë qenjen time. Rukuja dhe sejdja janë të veçantë për të treguar pikërisht që ky lartësim që ty të ka bërë Zoti mbi gjitha gratë e botës, mbi krijesat tjera, duhet ta forcosh edhe ta përjetosh me adhurim të përkushtuar, me ruku dhe me sejdë. Edhe është interesant edhe pse pikërisht për Meriemin, e cila është simbolika e shumë besimtarëve në botë. Në anaj sajt është simbolik për shumë besimtarë në botë. Po aty përmendet rukuja dhe sejdja për të treguar se të gjithë profetët, të gjithë njerëzit besimtar, rukun dhe sejdën i kanë pas pjesë të adhurimit të tyre. E kanë dedikuar vetëm Zotit. Pra është dedikuar vetëm Zotit. Po sejdja dhe rukuja është specifike vetëm për Zotin dhe nuk ka adhurim jashtë kësaj. Po, edhe nuk është specifik vetëm për muslimanët, sepse dikush mendon që vetëm muslimanët falen në këtë formë. Rukuja dhe sejdja kanë qenë pjesë e gjitha ritualeve fetare hyjnore, të feve hyjnore, e gjithë profetëve të Zotit, dhe ky urdhër pikërisht i jepet edhe Meriemës, që sa më shumë të lartësojë dhe të nderojë ty Zoti. Kjo do të çojë edhe në përkushtim më të madh ndaj Zotit, në përjetim më të madh, në përulje dhe në sejdë, për të treguar që njerëzit, nëse janë me të vërtetë besimtar, edhe nëse Zoti i ka ngritur në një nivel të caktuar, ata duhet ta shtojnë më shumë adhurimin ndaj Zotit, përkushtimin ndaj Tij, edhe thjesht të kenë objektiv ato që kanë patur gjithë profetët, të jem rob i Zotit. Nëse Zoti më ka nderuar dhe më ka lartësuar deri në këto nivele, kjo nuk është për meje, nuk është për aftësive të mia. Kjo vetëm merit e Zotit, është mirësi për Zotit, dhe do mundohem sadopak që ta falenderoj Zotin. E si falenderohet Zoti? Zoti falenderohet pikërisht me këtë adhurim i cili është i përkushtuar, me sa më shumë ruku dhe me sa më shumë sejdë. Prandaj namazi mbetet i veçantë në të gjitha llojet e adhurimeve, prandaj rukuja është e veçantë dhe sejdja është edhe më e veçantë, sepse ajo faktikisht nuk është thjesht një rënje apo një, po themi, dorëzim fizik, po është dorëzim shpirtëror, është dorëzim që çdo gjë që ma ke dhënë ti ma ke dhënë Zot. Unë s'kam asnjë gjë. Është dorëzim me gjithë qenien në farë mënyrë. Me gjithë ekzistencën. Dhe ajeti vën në dukje dhe thotë pra bëhe këtë sejdë dhe ruku edhe me të tjerët që falen. Pra si për treguar se çdo kush që bën sejdë dhe ruku është pjesë e një hallki, një zinxhiri të gjithë historisë njerëzore. Pra Meriemi e ka gjetur një bashkësi njerëzish që bënin sejdë dhe ruku. Patjetër, ajo në atë kohë patjetër që e ka gjetur, sepse populli kishte besim, kishin ruku, kishin sejdë, por siç e përmende, edhe sikur njeriu të jetë i vetëm, ai nuk është filli i historisë, nuk është filli i zinxhirit njerëzor. Ti je pjesë e një zinxhiri të gjatë, që janë gjithë profetët e Zotit, janë shumë njerëz që ti nuk i njeh, asnjëherë mos ja dediko që unë jam më i miri, unë jam më besimtari në këtë kohë, edhe sikur ti ishe ti me vërtet i vetëm fizikisht, ti je pjesë e një zinxhiri shumë të gjatë, prandaj ne gjithmonë kur lexojmë surën Fatiha themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzon neve në rrugën e drejtë, edhe sikur të falesh individualisht, po edhe sikur ta dije se nuk ka njeri tjetër besimtar në këtë vend, ti je pjesë e zinxhirit. Dhe kjo jep edhe ashton edhe më shumë thjeshtësinë dhe modestinë një besimtari, pikërisht për të treguar që ka dhe të tjerë si puna jote, ka dhe të tjetë më të mirë se sa ty. Po ti maje lidhen direkt me Zotin dhe mos u mundo të vendosësh preferenca, kush është më besimtari, kush është ai që falet më shumë, kush është ai që lutet më shumë. Ti mundohet të japësh hakun kësaj pjesës tënde mes teje dhe krijuesit. Dhe kjo e bën njeriu edhe më modest, dhe sa më modest të jetë besimtari, aq më shumë e don dhe aq më shumë e lartëson Zoti atë.
Ne nuk e dim pozitën që kemi tek Zoti, mirë po Merieme e ka patur këtë me dëshmi. Pra melekët i ka thënë se je e përzgjedhur. Po nëse e lexojmë, po themi këtë ngjarje mbrapsht, nëse mund themi kështu. Pra Zoti i ka shpallur se është e zgjedhur për të treguar secili kush është ajo, dhe kjo më pas ka shtuar më tepër sejdën dhe rukun. Dhe siç thuhet nga dietarët e hershëm, nëse do të dish pozitën tek Zoti, shif me çfarë të ka angazhuar. A mund themi se nëse shtojmë sejdën dhe rukun në jetën e përditshmërinë tonë, mund të mendojmë se do të jemi të përzgjedhur për Zotin? Patjetër sejdja dhe rukuja parsisht janë tregues që njeriu e beson, e don Zotin dhe do të lartësohet ai tek Zoti. Por nuk e bëjmë sejdën dhe rukun dhe adhurimin me ato që do të na jap Zoti në një post, në një status të caktuar. Këto jep Zoti më shumë se sa që ti mendon, por nuk bëhet pikërisht me atë objektive dhe me atë qëllim. Pse ju tha Meriemës dhe pse ju thuhet profetëve? Sepse pjesa tjetër që do vi më mbrapa është në sprova shumë të mëdha, që ajo të qëndrojë në sprova që do të vinë. Pra edhe nëse të tjerë do të shpërfillin, apo do të abuzojnë, apo do të thonë fjalë, po themi të rrejshme, të mjafton si dëshmia ajo që ka premtuar Zoti. Po. Ama ne jemi të sigurt që ajo ruku, sejdja që bën njeriu me kusht që të jetë e sinqert dhe të jetë e përkushtuar për Zotin, Zoti e lartëson njeriu dhe nuk ka nevojë të shikosh ti se me vërtet sa i lartësuar je përpara njerëzve të tjerë. Atë lartësim ta jep Zoti aty ku ty s'ta merr mendja. Njerëzit automatikisht kanë tjetër respekt, kanë tjetër autoritet, faktikisht nuk është ndaj teje respekti dhe autoriteti, po është ndaj asaj që të ka dhënë ty Zoti. Prandaj njerëzit që po themi bëjnë ruku dhe bëjnë sejdë, nuk duhet ta bëjnë me këtë kusht që të jem më i lartësuar dhe të më japi Zoti domosdoshmërisht mua ndonjë sinjal, por duhet ta bëjnë këtë për Zotin dhe Zoti ka për ta dhënë lartësimin dhe nderimin aty kur ty s'ta merr mendja, por ty duhet të shtohet më shumë modestia dhe thjeshtësia. Është si puna e saj që sa më shumë që njeriu afrohet, lartësohet me Zotin, aq më shumë ai në krahun tjetër shton angazhimin. Kjo është dallimi në mes atyre që janë besimtar të sinqertë dhe atyre që janë pretendues dhe përdorues të besimit. E përdorin besimin, e përdorin ritualin pikërisht për të mbritur në nivele të caktuara, saqë ata për fat keq kanë thënë që unë mbrita në nivelin kulmin, kështu që nuk kam nevojë të falem, nuk kam nevojë të lutem, nuk kam nevojë të agjeroj. Ndryshe nga çfarë kanë bërë gjithë profetët e Zotit, që ata e kanë shtuar edhe më shumë angazhimin, e kanë shtuar edhe më shumë adhurimin, sepse e kanë njohur realisht Zotin. Kush e përdor pastaj ritualin për qëllime të tjera, po themi të dynjas apo për mashtrimin e njerëzve, ai thjesht, më thënë, kalon në sprovë për njerëzit të tjerë. Besimtarët, dietarët, hoxhallarët, profetët thjesht e shtojnë më shumë adhurimin e tyre, nuk e bën atë për asnjë lloj qëllimi dhe interesi, vetëm për kënaqësinë e Zotit. Sado që njerëzit i madhrojnë dhe i lartësojnë, ata e dinë që madhrimi dhe lartësimi i takon Zotit dhe e dinë që janë thjesht një hiç përpara Zotit, prandaj nuk janë ndajnë rukus dhe nuk janë ndajnë sejdës së tyre. Profesor, Zoti shpëlbeft për këto shpjegime, për këto interpretime, do të jemi sërish në emisione të tjera me historinë e Meriemës, duke qenë se ajo është shumë dimensionale dhe me shumë porosi. Zoti nderoj. Faleminderit. Ndërkohë miq, këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm. Unë dalëm me këto ajete të surës Ali Imran për të njohur këtë fazë të parë, nëse mund të themi kështu, të Meriemës, e cila që në fillim vjen me një porosi dhe me një bindje të qartë se Zoti është furnizuesi i pakufishëm, i jep kujt doj pa kufi. Dhe ndërkohë një vajzë, një femër e cila dallohet për sejdën e saj, për rukun e saj. Dy element fillestar që do të lajmërojnë pastaj për një të ardhme të ndritur, siç e përmend Zoti vetë se do të ishte zonja e grave në dynja dhe në ahiret. Unë falenderoj për mëndë, do të jemi sërish të javën e ardhshme, deri atëherë kalori sa mirë.